Shëndetje, miqteni. Mirë se vini në kanalin tim Teatarot. Për lexime private, më kontaktoni në Instagram Teatarot 2025. Dhe tani do të marrim disa mesazhe të orakullit të dashurisë. Ç'na thot orakulli i dashurisë për ditën e sotme? Se kemi. Je në paqe me veten tënde. Do të keni një lidhje romantike, një lidhje të bukur dashurie. Jeni person me këmbë në tokë, person i mbushur. Do të gjeni shpirtin tuaj binjak të shteti. Pra në jetën tuaj, do të vi shpirti juaj binjak. Keni respekt për veten tuaj. Ju dini të respektoni veten tuaj dhe kur keni pak konfuzion, pak mendime të shumta në veten tuaj. Bollok, shumë shpejt në jetën tuaj do të vi bollok i madh financiar të kjo i varë dhe një bollok i madh shpirtëror. Jeni një person shumë pozitiv. Ju, gjithmonë, personin tjetër, i jepni energji pa konflikte, paqësore, për t'ia hequr atë energji negative, i çoni gjithmonë energji pozitive. Jeni maturuar, ju dini të maturoni dhe të zgjidhni problemet tuaja në mënyrë paqësore. Jeni të lumtur, përshkojeni nga ky ylber ngjyrash, në këtë lavjerse të mrekullueshme, jeni një person i denj, një person që shikoni veten tuaj në të pasqyrë, besoni gjithmonë vetes afirmime pozitive dhe dini të harmonizoni jetën tuaj në çdo aspekt, sepse çdo e mirë ka një të keqe dhe çdo e keqe ka një të mirë. Dhe ju dini të bëni shumë mirë harmonizimin e jetës tuaj. Këto ishin disa mesazhe të orakullit të dashurisë. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim, Teatarot, dhe like, thank you, një zemër, poshtë videot, për të më suportuar që të bëj video sa më të bukura për t'ju mbushur me energji pozitive.